Mirë me gjesi vajza, nga një ditë e re në Shqipëri, tani do dal me mami, të pim kafe dhe të dalim një qikë nga linja 2000 lek. Edhe po, linja 2000 lek është bërë trendi jon i fundit. Sepse gjën gjëra të lira, unë nuk besoj se do marr, nuk do dali. Besoj unë nuk marr asgjë, vetëm po që ndonjë gjë e vogël, sepse jam me çandore dhe nuk mundet të fus gjë te çanda. Unë sa i që vi, shkoj qik, i marr gjëra. I mora këtë, shosa e bukur që është, edhe pse nuk kam vëndë, edhe e dyta, që i mora unë. Ta arushin e bukur këtu. Është një arush, për mua është arush se është derkuc, po është arush shumë i bukur me pantallona, shikoj. Është femër më, apo jo, e ka xhep këtë. Që sa i bukur që është. Mami doli dhe unë jam vetëm në shtëpi, është pak rëmuj shtëpia, por do ta rregulloj unë tani, me që nuk kam dëshirë që të dal. Mami doli me një dy shoqe dhe t'ju tregoj se çfarë mora. Çfarë bleva tek, si e ka emrin kjo, Your Market. Ta vendos këtu. Gjëja e parë që bleva është kjo kafja këtu, që do ta hedh me një herë te gota që do ta hedh te kjo gota që mami e ka sjell për mua. Edhe po vajza, bleva një nga këto strukuesi. Edhe gjëja që më bëri më shumë përshtypje është se kjo kaq e vogël është 1800 në Shqipëri, kur në Itali është 80 centesimi, këto të voglat janë 50 centesimi. Shikoj pak diferencën e madhe që kanë nga Italia në Shqipëri. Dhe t'ju tregoj pak totalin. Me këto dy gjëra që mora më kanë vajtur 30 euro e 700. Nuk e di faturën e ka vllai, e lash atit. Bleva këtë të Garnier, sepse dua të bëj një video me Garnierin. Dhe mora këto me vitaminë C. Gjithashtu një strukues nga Nivea, këto strukojnë mirë. E mora këtë me vaj sepse unë nuk për shkak të avionit nuk më mori asnjë gjë, ishin shumë të retë, edhe nuk mora as strukues asnjë gjë. Dhe kur të vjerën tjetër me çantë, do marr disa produkte nga Italia, t'i lë këtu në Shqipëri që mos të kem probleme të tjera. Bleva vitaminën C, edhe kjo është krem hidratues me vitaminë C. Edhe të gjitha këto më vajtën 30 euro e 700. Imagjino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produkte. Shikojni pak. Këto e mora edhe kremi, sepse në Itali këto nuk kanë dalë. Edhe thash t'i marr, ka maskat, kam këto, të bëj një video të dedikuar Garnierit. Ndërkohë unë po hedh kafen time të preferuar. E kam shumë qef këtë kafe. Dua t'ju prezantoj një pakull që më ka ardhur bashkëpuni. Është nga Onovo. Zgjedhur të e mora për veten time. Tani gjëja këto kanë kapsula brenda dhe janë 60 copë. Këto shikojmë të kjo tjetra se copë janë. Edhe besoj të kjo 60 copë janë, po 60 copë. Këto janë vegane dhe unë do vazhdoj që t'i pi dhe t'ju jap një agjornim rreth këtyre produkteve. Këto produkte do t'i provoj edhe do t'ju flas në ndonjë video tjetër. Shikoni pak, floku duket, si floku im s'ka, por shikoni mbrapa nuk ka shumë flok. Ndoshta tani mund të tregohet nga që janë kaçurel edhe ka flokun, por nuk ka flok vajza. Kjo është për shkak të kaçurelit. Okej, unë me produktet që kam përdorur, kam pasur pak ndryshim se i kisha skandal fare. Kam përdorur
vajin e flokëve të Moroccan Oil, është ajo që bën stimulimin e flokëve, dhe një gjë të keqe që kisha unë, e përdorja vetëm të pjesa këtu. Okej, atë që mbetesh e vija këtu, por nuk i dedikoja shumë kësaj pjese këtu, nuk ja dedikoja shumë që të hidhja vaj dhe aty. Edhe pjesa këtu është nënsuar çik më shumë, edhe mbrapa nënsuar më shumë. Unë po bëj eksperimente tani, kam filluar që t'i vjen fuqishëm të rregulloj flokun tim siç e kisha në gjendje të mëparshme. Gjithashtu edhe vitaminat po i pi, siç i thash tek videoja që tek qëllimet e 2025-ën. Edhe po vajza, tani që na erdhën dhe këto, të provojmë njërë, t'i pim, edhe në qoftë se do kemi rezultat, se jo mos ta nxjerr në YouTube që t'ju ndihmoj edhe juve. Dhe kështu, në qoftë se doni, konsultoni me Onovon, mund t'ju lë faqen e Onovos këtu, diku kur të kem hapësirë, do t'ju lë që ta kontaktoni dhe të merrni informacione të detajuara për këto produkte. Unë tani do filloj të bëj punët një çik, sepse mami më tha mos kap gjë me dorë se do të mërzitem. Por puna ime është, unë do ri këtu, çfarë do bëj? Do bëj scroll në telefon. Unë kam ardhur këtu për mami dhe do t'i dedikoj dhe do t'ja dedikoj të gjithë javën që do ri vetëm me mamin, do dal me mamin, çdo gjë do t'i bëj me mamin. Kështu që, let's go vajza. Çfarë do ta vendos këtu, sepse dua që ta rregulloj. Për momentin që këto. Mbarova punët, tani të bëj një story për ta dërguar, për ta vënë nesër në Instagramin tim,
Edhe po, kam një 2 porosi këtu në Shqipëri për t'i dërguar. Një do t'a takoj me shoqen time që mi ka bler dhe i falenderoj pa fund, që pret dhe një beb të barku. I kam lënë që t'a takoj dhe atë, me që kam rrugën, mos të shpenzoj për të paguar lek postën, 3.000 lek, edhe të jap atje me që kam dhe rrugën. Nëse ajo do pranoj, okay, nëse nuk ka kohë për shkak të angazhimeve të saj, mund t'ja dërgoj me postë dhe ta shikoni sa bukur e para shpinë, e para zic prap. Mami, ta dini që mami im është manjake e pastërtisë, edhe pse është 75 vjeç, mami nuk i rin duar. Në 7:30 shtëpia jon është zixë e pastër. Të vi dhe një njeri në 7, ajo thot, unë jam rëmuj, por kur vjen tjetri, çfarë rëmuj jeti ti e zixë, i thon. Është manjake dhe edhe nga anë e babit i kam pas manjak pastërtie, bashkë me kam pasur flamur, kush e di, në kohën atere kanë qenë flamuret e pastërtisë, dhe unë i kam nga të dy prindrit, do me thënë, dhe nga anë e mamit edhe nga anë e babit. Edhe pse mos të lind, edhe i them, i kam thënë, më ka thënë mami, ti je manjak, Anisa bën shumë punë. Po normal se kam qenë na 2 prindër manjak të pastërtisë me flamur, si mund të lindim ne zhulaqër? Edhe është një gjë që na ka trashëguar pastërtia edhe neve, shqyr Zoti, lavdi Zotit, sepse mund të ishim dhe zhulaqër, nuk i dihesh. Sta në ndonjëherë del ndonjë kluf në familje, por në toni nuk ka dal asnjë. Edhe po, t'ja tregoj tani dhe po ri për qefin tim, do rregulloj këtë çantën që e kam bërë super shumë rëmuj. Edhe tadam, shtëpia është në rregull, çdo gjë është në rregull. E dashuroj këtë. Plus shikoni pak rëmuj aty sepse mami po bën pritja kthej. Mami po bën balkonin për jashta, ka mbyllur një pjesë që ta bëj për kuzhinën, të gatuaj andej dhe i ka sjell të gjitha rangullishet këtu, për arsye se andej po rregullohet edhe kështu. Jam pafund e lumtur që më në fund edhe mamit i lehtësohet edhe mamit puna, sepse siç ja thash, ajo është një manjak e pastërtisë dhe nuk do të gatuaj këtu në shtëpi, do të gatuaj në balkoni, edhe po kështu nuk e di nëse është ndezur që ka mami këtu, ju që e kuptoni është me të kuqe, besoj që unë e kam të mërësisht dhe thash ma fikni, por po ndjej ngrohtësi këtu në shtëpi, nuk e di. Ka vjen ngrohtësia. Uroj mos të jetë ajo se nuk më pëlqen fare. Edhe po, tani do bëj një story në Instagram që të tregoj çfarë kam bler. Çfarë është kjo, do më thoni, është që natën mos të flesh me nerva, edhe kjo mbi të nesme nëse e heq, nuk do gjesh asnjë pikë rrudhe këtu. Po i vendose gjithmonë, i ke në rregull. Natën. Shiko si më vive. Shiko si më vi. Qa do di me nene? Ja hedhim tu të han edhe këta. Mirë mëngjesi nga një ditë e re. Sot është një ditë e re edhe do shkojmë të pim një çaj në një lokal, pastaj do shkojmë për ecje në një vend. Kështu që do t'ju marr me vete, do bëj çik vlog me aq sa ka mundësi. Me aq sa ka mundësi. Sigurisht se jam më shumë për pushime. I dham këtyre për të ngrenë. Jo me po e ha jo.
Që do futet në koshej. Shiko polos. Jam bërë gati sepse do iki në Durrës që t'i dorëzojmë vajzës këtë pakon këtu. Ndërkohë edhe veshja ime është, kam bler edhe çantën që do t'ja tregoj më vonë. Ndërkohë veshja ime është kjo me pantallona të bardha, edhe do t'i dërgojmë vajzës t'i çojmë pakon sepse ka ordinuar, edhe të ulemi dhe t'ja tregoj. Ka ordinuar lip maskën që është Candy, edhe lip glossin që është Dream Bubble, edhe 2 stikera. Dhe edhe t'i them vajzës shumë faleminderit.